Gazetari i News 24 Osman Stafa u sulmua mbrëmjen e së dielës nga një çift bashkëshortësh për arsye që lidhen me punën e tij si gazetar. Vet gazetari Stafa bëri denoncim në polici, duke treguar se ishte sulmuar dhe goditur nga çifti i bashkëshortëve pas fjalimit që mbajti para kryeministrisë dhe po marshonte me turmën e protestuesve drejt qytetit Studenti, bashkë me gazetar të huaj. Pasi mbaroi protesta përpara kryeministrisë, u nisëm në marshim me turmën, duke ndjekur turmën e protestuesve dhe tek Bashkia e Tiranës së bashku me kolegë gazetar shkëputem për të dalë tek sheshi Skënderbej dhe për të vijuar për të kapur fillimin e turmës, sikundur kemi bërë në çdo protestë. Në këtë moment kanë qenë dy persona, një burrë dhe një grua, të cilët na kanë prerë rrugën duke më drejtuar me ofendime, me sharje, duke më dëmtuar lehtë dhe fizikisht me forma, pati kontakt fizik nga ata në drejtimin tim, duke më cilësuar si një person i cili punën time nuk e bëj mirë, kështu ishte mendimi i tyre. Nuk kam reaguar ndaj tyre në asnjë moment. Persona të tjerë kanë ndërhyrë për të shmangur përplasjen dhe kanë njoftuar policinë, e cila shoqëroi një burrë dhe një grua, ndërsa gazetari bëri denoncim në komisariatin numër 3 për dhunë për shkak të detyrës. Tashmë ka ndryshuar dhe ligji sa i takon sulmit gazetarëve. Unë kërkoj që të veproj ligji, sepse isha në krye të detyrës. Nuk e kam bërë asnjë individi t'i kërkoj llogari teksa ka qenë në shesh. Si mund t'i drejtohem unë dy individëve që janë duke ecur në rrugë, pse sjeni unë protestë? Ku e dija unë që nuk janë protestë ata? Pra janë pretendimet e tyre për t'ju fshehur ngjarjes dhe kanë qenë mirëfilli individë të cilët kanë ardhur për të më sulmuar punën time, Osman Stafën, angazhimin tim për protestën, për qytetarët, për angazhimin që unë kam ndaj spitaleve, duke treguar atë çfarë ndodh konkretisht, sepse ky është kallëzimi i dytë që unë bëj në policinë e shtetit, pas një kallëzimi tjetër që kam marrë përpara ca kohësh, se nëse unë paraqitem përpara spitalit onkologjik, do më rrezikohet jeta. Ky ka qenë mesazhi që unë kam kallëzuar pak kohë më parë në policinë e shtetit.